Sali Berisha hodhi hapin e parë drejt ndërtimit të një fronti të gjerë opozitar në përballje me 83 mandatet e Edi Ramës dhe Partisë Socialiste që drejtojnë vendin prej 13 vitesh. Por Lëvizja Bashk, Partia Mundësia dhe Shqipëria Bëhet nuk ju përgjigjen ftesës për të ulur krah Berishës, aleatëve historik të Partisë Demokratike dhe përfaqësuesve nga shoqëria civile e biznesi. Në fjalën e tij, kryedemokrati theksoi misionin që sipas tij ka opozita, por duke shtuar se kjo nuk mund të arrihet nga një forcë vetme. Mendoj se në frymën e përgjegjësisë më të lartë, ne duhet dalim me një forum opozitar të zgjeruar, forca politike, shoqëri civile, personalitete. Politologu Erman Hasimja solli një qasje kritike, duke nënvizuar se Partia Demokratike si forca më e madhe opozitare nuk duhet të lejojë një kod zgjedhor që dëmton partitë më të vogla. Le ta denoncoj, le ta kundërshtoj ndryshimin e çfarëdo lloj forme të kodit zgjedhor që do të çonte në eliminimin e këtyre partive të vogla. Pavarësisht kritikave dhe pakënaqësive, faktorët opozitaru u dakordësuan për protesta, por pa një datë se kur do të zbresin për herë të parë për këtë vit në shesh. U dha zgjidhja largimi kësaj qeverie kushti më i domosdoshëm. Pas takimit, Berisha tha se dita do të përcaktohet në mbledhjen e kryesisë së Partisë Demokratike. Do mblidhet dhe kryesia dhe protestat të një sigur që do të nisin. Çfarë do të thotë protestat vazhdueshme? Proteste vazhdueshme do të thotë që sheshi të mbushet çdo ditë. Kryedemokrati ka parajmuar se nga janari do të shënojë nisjen e protestave që sipas tij do të jenë të pandalshme deri në ngritjen e një qeverie teknike për të çuar vendin në zgjedhje të lira dhe të ndershme.